vizitu shpeshherë Prekazin. Si është ndjenja kur vizitoni ku në vendin ku Serbia ka kryer një masakër? Ka vënë komplet një familje. Prekazin e kom vizitu 2 herë. Se kom dash me vizitu, kom një për Prekazin. Mu bile edhe gjysha më kallzojke, kur jam kun ma i ri, më kallzojke për Prekazin, për mentke, se kena këqyrë lajme. Kena këqyrë media të huja mas shumë ti, edhe atje kena kuptu që ka ndodhur në Prekaz. Kur jam shku atje, i kom pa krejt voret, kom qyrë edhe sa gra janë vras, sa vajza, sa fmi, edhe s'ka kurfar arsyetimi për këtë krim. Kurfar arsyetimi. Se vetë jashtart janë konë në shtëpinë e vetë. Nuk janë dalë. As prej shtëpis, as prej fshatit, as prej zonës, prej Drenice, as prej Kosove. Po janë konë atje në vendin e vetë, edhe janë sulmu. Edhe ajo kam ka befasu, edhe një fakt që janë sulmu jo një herë, po disa herë. Kur ki luft, kur ki konflikt, edhe merë armë, atëherë ti lufton, ti mo nuk, edhe nëse të vrajnë ti nuk je viktim. Ti mundesh mu konë hero, trim, ose mundesh edhe kriminal mu konë nëse i sulmon civilt. Ama atje i kanë vra, unë besoj strategjikisht, kanë dash mi vra edhe fëmijët që janë konë, i kanë ditë shumë mirë që ka fëmijë, që ka gra, që ka njerëz civil të paarmatosur. Nuk ka luftu krejt familja, as nuk ka mujt. Edhe jam shku atje, edhe si ven më ka pëlqy shumë, edhe më ka ardhur keq qysh një fshat edhe e ka një natyrë të bukur atje, qysh mundet dikush me shkatru këto. Mirë po, kur e sheh edhe Vukovarin, Sarajevën, çka ka ndodhur atje, Gjakovën, krejt një qytet u shkatru, është e pa kuptimt. Atje në Prekaz e kom vizitu edhe memorialin, qendrën memoriale, edhe kom shkru atje në libër. Është një libër ku ti mundesh me shkru diçka për ato çka ke pa. Po për shtypjet. Edhe kom shkru, edhe kom thonë që mu si Sërb, ose si dikush që vjen prej Serbisë, më vjen keq shumë çka ka ndodhur këtu. Edhe shpresoj që shteti jam ose populli jam, ka me kuptu këto, e nashta muj me kontribuën me kuptu. Tani kom postu shumë foto, kom shkru për këto. Cilat kanë qenë reagimet? Reagimet, po kjo është diçka interesant që bashkë kur më kanë sulmu, kur më kanë kërcënu, kanë bo reagime në atë album, tu kesh, do njerëz profila të rejshëm, kanë bo, edhe unë kom dash mi rujt ato foto, edhe mos me lon kështu me reagime, me komenta pa lidhje, negative, edhe kom dash me krejt albumat që i kom shef. Veç Prekazin s'kom ujt me më shef. Veç qatë albumin s'kom ujt me më shef, edhe mu ka dash me fshi krejt fotot, krejt albumin. Edhe i kom fshi, po i kom rujt. I kom rujt tani i kom ripostu ma vonë, mas do vjete. Po kjo u konë shumë interesant, pse nuk muj me mbyll albumin Prekaz.